Në një kohë të largët, kur mali dhe fusha flisnin me njëri tjetrin, dhe kur pemët rrëfenin histori të vjetra, jetonte një nën derkuç me 3 bijtë e saj në një shtëpisë të vogël në buzë të një pylli të madh. Kjo nën derkuç ishte një femër e mençur dhe e dashur, e cila kishte punuar gjithë jetën për t'i rritur dhe edukuar fëmijët e saj. Ajo I kishte mësuar atyre shumë gjëra të rëndësishme, si të ishin të sjellshëm, si të punonin fort, dhe më e rëndësishmja, si të mbronin veten nga rreziqet e botës. Djemtë e saj ishin mjaft të ndryshëm nga njëri tjetri. I pari, I cili quhej Beni, ishte më I vogli dhe më I shkujdesuri. Ai gjithmonë kërkonte mënyrat më të lehta për të bërë gjërat dhe nuk I pëlqente të punonte shumë. I dyti, I cili quhej Gjoni, kishte një natyrë të mesme, as shumë I përtuar, as shumë I shkujdesur. Ndërsa I treti, I cili quhej Marku, ishte më I madhi dhe më I mençuri. Ai ishte gjithmonë I gatshëm të punonte fort dhe të mendonte për pasojat e veprimeve të tij. Një ditë, kur vjeshta kishte filluar të zbehte gjethet e pemëve dhe era e ftohtë fillonte të fryhte nga veriu, nëna I thiri të 3 djemt përreth vetes. Ajo u ul në karrigen e saj të vjetër prej druri dhe filloi të flasë me një zë të butë por të qartë. Bijtë mi të dashur, tha ajo, ka ardhur koha që ju të jeni të pavarur dhe të ndërtoni shtëpitë tuaja. Jeni rritur mjaftueshëm dhe duhet të mësoni të jetoni vetë. Por para se të largoheni, duhet ju jap një këshill të rëndësishme. Ndërtoni shtëpitë tuaja të forta dhe të sigurta, sepse në këtë botë ka shumë rreziqe, dhe më I rrezikshmi prej tyre është ujku I madh I zi që jeton në thellësi të pyllit. Të 3 djemtë dëgjuan me vëmendje nënën e tyre, por secili e interpretoi këshillën në mënyrën e vet. Pas drekës, ata u përshëndetën me nënën e tyre dhe u nisën për të gjetur vendet ku do të ndërtonin shtëpitë e tyre të reja. Beni, I cili ishte më I paduruari dhe më I shkujdesuari, vendosi të ndërtonte shtëpinë e tij të parë që gjeti një vend të bukur. Ai gjeti një livadh të gjelbër, pra një përroj të vogël ku uji rrjedhte me një zhurmë të këndshme. Vendi ishte vërtet I bukur, me lule të shumëngjyrshme dhe pemë frutore rreth e qark. Këtu do të ndërtoj shtëpinë time, tha Beni me kënaqësi, dhe do ta bëj sa më shpejt të jetë e mundur, që të kem kohë të luaj dhe të kënaqem. Ai filloi të mbledh bar dhe kash nga fusha përreth. Puna ishte e lehtë dhe shpejt. Brenda vetëm disa orësh, ai kishte ndërtuar një shtëpisë të vogël prej bari dhe kashte. Shtëpia dukej mjaft e këndshme nga jashtë, me ngjyra të verdha dhe të gjelbra që ndriçonin në diellin e vjeshtës. Sa e bukur që është, mendoi Beni, dhe sa e lehtë që ishte ta ndërtoj. Tani mund të shikoj pemët dhe lulet, të dëgjoj këngën e zogjt, dhe të kem një jetë të qetë dhe të lumtur. Ai hyri në shtëpinë e re dhe u shtrua në krevatinë e tij të improvizuar prej bari. Ndihej mjaft I kënaqur me veten dhe filloi të planifikonte si do të kalonte ditët e ardhshme. Ndërkohë, Gjoni kishte ecur më larg dhe kishte gjetur një vend tjetër të përshtatshëm për të ndërtuar shtëpinë e tij. Ai zgjodhi një kodër të vogël me pemë të mëdha rreth e qark, që do t'i jepnin hije gjatë verës dhe mbrojtje nga era gjatë dimrit. Mendoj se do të ndërtoj shtëpinë time prej drurësh, vendosi Gjoni. Do të jetë më e fortë se ajo e Benit, por jo aq e vështirë sa të më marrë shumë kohë. Ai filloi të mbledh deg dhe trunke të vogla nga pylli. Puna ishte më e vështirë se ajo që kishte bërë Beni, por jo tepër e pamundur. Gjoni punoi gjithë ditën dhe pjesën më të madhe të natës. Ai ndërtoi murje prej shkopinjsh dhe I mbuloi me gjethe dhe dëbor për izolim. Kur mbaroi, shtëpia e tij dukej mjaft e fortë dhe e qëndrueshme. Ajo kishte një derë të vogël prej druri dhe 2 dritare të vogla që lejojnë dritën të hynte brenda. Kjo është një shtëpi e mirë, tha Gjoni me kënaqësi. Është më e fortë se ajo e Benit dhe do të më mbrojë nga era dhe shiu. Tani mund të pushoj dhe të shikoj se si po ja dal vëllezërit e mi. Marku, vëllai më I madh dhe më I mençur, kishte vazhduar të ecte më larg se të 2 vëllezërit e tij. Ai kishte gjetur një vend të përshtatshëm në majtë të një kodre, nga ku mund të shihte gjithë luginën poshtë. Vendi ishte strategjik dhe ofronte një pamje të shkëlqyer të gjithë krahinës. Këtu do të ndërtoj shtëpinë time, vendosi Marku. Por nuk do të nxitoj. Do të ndërtoj një shtëpi të fortë dhe të sigurt që do të më mbrojt nga çdo rrezik. Ai filloi të mbledh gur nga lumi I afërt dhe të përgatis mortinën për t'i lidhur ato. Puna ishte e vështirë dhe e lodhshme. Marku duhej të ngrinte gurët e rënd dhe t'i vendoste me kujdes për të krijuar murje të forta. Ai punoi ditë pas dite, javë pas jave, pa u lodhur dhe pa u dekurajuar. Gjatë kohës që Marku punonte, vëllezërit e tij jetonin rehat në shtëpitë e tyre. Beni kalonte ditët duke luajtur në livadh, duke ndjekur fluturaj dhe duke mbledhur lule.
Gjoni kalonte kohën duke lexuar libra të vjetër që kishte gjetur në një shpellë të afërt dhe duke vëzhguar yjet në qiell. Një ditë, ndërsa Marku ende punonte në shtëpinë e tij prej guri, një ujk i madh i zi doli nga thellësia e pyllit. Ky ujk ishte një krijesë e tmerrshme, me sy të kuq si zjarri dhe dhëmb të mprehtë si thika. Ai kishte jetuar në pyll për shumë vite dhe ishte bërë i famshëm për egërsinë dhe forckullërinë e tij. Ujku kishte dëgjuar se 3 derkuça të rinj kishin ndërtuar shtëpi në krahin dhe kishte vendosur t'i gjejë ata. Ai ishte i uritur dhe i etur për drekë të mirë. I pari që ujku gjeti ishte Beni, i cili po luante jashtë shtëpisë së tij prej bari. Kur Beni pa ujkun e madh që vinte drejt tij, zemra i filloi të ra me forcë dhe këmbët i dridheshin nga frika. "O jo!" thiri Beni dhe vrapoi drejt shtëpisë së tij. Ai hyri brenda dhe mbylli derën pas vetes, duke shpresuar se shtëpia do ta mbronte. Ujku erdhi dhe qëndroi përpara derës. "Derkuç i vogël, lërm të hyj", urdhëroi ujku me një zë të thellë dhe të frikshëm. Jo, përgjigjej Beni duke u fshehur pas derës. "Nuk do të lejoj të hysh. Atëherë do të fryj dhe shtëpinë tënde do ta rrëzoj", kërcënoi ujku. Dhe kështu bëri. Ujku mori frymë të thellë dhe fryu me gjithë forcën e tij. Era e fuqishme që doli nga goja e ujkut ishte aq e fortë sa shtëpia prej bari e Benit u shemb menjëherë. Bari dhe kashta fluturuan në të gjitha drejtimet, dhe Beni mbeti i zbuluar dhe i friksuar. Ndihmë, thiri Beni dhe filloi të vraponte sa më shpejt që mundej drejt shtëpisë së Gjonit. Ujku e ndjeki pas, por Beni arriti të arrinte te shtëpia e vëllait të tij para se ujku ta kapte. Ai trokiti në derë me forcë. Gjoni, hape derën." "Ujku po vjen", thiri Beni. Gjoni hapi derën dhe la Benin të hynte brenda. Të dy vëllezërit mbajtën derën dhe shpresuan se shtëpia prej druri do të ishte mjaft e fortë për t'i mbrojtur. Ujku arriti te shtëpia e Gjonit dhe ndaloi përpara derës. "Derkuça të vegjël, lërmëni të hyj", urdhëroi ujku përsëri. Jo, përgjigjën të dy vëllezërit. "Nuk do të lejojmë të hysh. Atëherë do të fryj dhe shtëpinë tuaj do ta rrëzoj", kërcënoi ujku përsëri. Ujku mori frymë edhe më të thellë se herën e parë dhe fryu me gjithë forcën e tij. Era ishte aq e fortë sa shkopinjtë e shtëpisë së Gjonit filluan të lëkunden dhe të kërcasin. Por shtëpia nuk u rrëzua menjëherë. Ujku fryu përsëri, edhe më fort. Këtë herë, shkopinjtë filluan të thyhen dhe shtëpia filloi të luhatej me forcë. "Kjo shtëpi nuk do të na mbrojtë", tha Gjoni me frikë. "Duhet të ikemi te Marku." Në momentin e fundit, para se shtëpia të shembej plotësisht, të dy vëllezërit dolën nga dritarja e pasme dhe filluan të vrapojnë drejt kodrës ku Marku ende punonte në shtëpinë e tij prej guri. Ujku e pa se shtëpia u shemb, por vuri re se derkuçat kishin ikur. Ai u zemërua edhe më shumë dhe filloi t'i ndjek ata. Beni dhe Gjoni vrapuan me gjithë shpejtësinë që mundën në majtë të kodrës. Ata arritën te shtëpia e Markut pikërisht kur ujku po i afrohej atyre. Marku, thirrën ata. "Ujku po na ndjek. Lën të hyjmë." Marku, i cili kishte dëgjuar zhurmën dhe kishte parë vëllezërit e tij duke vrapuar, hapi derën e fortë prej guri dhe i la të hynin brenda. "Shpejt, mbyllni derën", tha Marku. "Kemi nevojë të qëndrojmë të qetë dhe të mendojmë se si do ta përballojmë ujkun." 3 vëllezërit mbyllën derën e rëndë prej guri dhe u përgatitën për atë që do të vinte. Ujku arriti te shtëpia prej guri dhe ndaloi përpara derës. Ai ishte i habitur nga madhësia dhe fortësia e shtëpisë. Nuk kishte parë kur një shtëpi aq të fortë. Derkuça të vegjël, lërmëni të hyj", urdhëroi ujku, por këtë herë zëri i tij nuk dukej aq i sigurt si më parë. Jo, përgjigjën 3 vëllezërit së bashku. "Nuk do të lejojmë të hysh. Atëherë do të fryj dhe shtëpinë tuaj do ta rrëzoj", kërcënoi ujku. Por edhe ai e dinte se kjo shtëpi ishte ndryshe nga të tjerat. Ujku mori frymën më të thellë që kishte marrë ndonjëherë dhe fryu me gjithë forcën e tij. Era ishte aq e fortë sa pemët rreth e qarku përkulën, por shtëpia prej guri nuk u lëku nga spak. Ujku fryu përsëri, edhe më fort. Kësaj radhe ai u përpoq aq shumë sa fyti i dhembi, por shtëpia mbeti e patundur. Ujku fryu për herë të tretë, me gjithë forcën e fundit që kishte mbetur. Pas kësaj, ai u lodha aq shumë sa mezi mund të qëndronte në këmbë. "Kjo shtëpi është shumë e fortë", mendoi ujku, "por unë nuk jap dorën kështu lehtë. Do të gjej një mënyrë tjetër për të hyrë brenda." Ujku filloi të ecte rreth e qark shtëpisë,
duke kërkuar ndonjë dobësi ose hapje. Por Marku kishte ndërtuar shtëpinë me shumë kujdes dhe nuk kishte asnjë vend të dobët. Më në fund, ujku pa oxhakun në çatit të shtëpisë. Ah, tha ujku me kënaqësi. Do të zbres nga oxhaku. Ujku u ngjit në çatin e shtëpisë dhe filloi të zbriste nga oxhaku. Por Marku e kishte parashikuar këtë mundësi. Ai kishte vënë një kazan të madh plot me ujë në oxhak dhe kishte ndezur një zjarr të madh poshtë tij. Kur ujku zbriti nga oxhaku, ra drejt për drejt në kazanin me ujë të val. Ai bërtiti nga dhimbja dhe hipi jashtë nga kazani, duke kërcyer dhe duke vallëzuar nga dhimbja. Digjem, bërtiti ujku. Ai vrapoi drejt derës dhe doli nga shtëpia, duke vazhduar të kërcej nga dhimbja. 3 vëllezërit e shikuan ujkun që largohej duke vrapuar dhe duke bërtitur, dhe filluan të qeshin nga gëzimi. E shihni, tha Marku. Nëse ndërtojmë gjërat me kujdes dhe durim, ato do të na mbrojnë kur të kemi nevojë. Ujku vrapoi në pyll dhe nuk u pa më kurrë në atë krahin. Thonë se ai mësoi një mësim të rëndësishëm atë ditë dhe nuk provoi më kurrë të sulmonte shtëpi të ndërtuara me kujdes. Pas kësaj adventure, Beni dhe Gjoni e kuptuan se nëna e tyre kishte të drejtë. Ata i kërkuan Markut që t'i ndihmonte të ndërtonin shtëpi të reja prej guri, më të forta dhe më të sigurta. Sigurisht që do t'ju ndihmoj, tha Marku, por duhet të punoni fort dhe të jeni të durueshëm. Ndërtimi i një shtëpie të mirë kërkon kohë dhe përpjekje. Beni dhe Gjoni ranë dakord. Ata kishin mësuar se ndonjëherë vlen të punosh fort në fillim për të pasur siguri dhe paqe më vonë. Gjite së bashku, 3 vëllezërit filluan të ndërtojnë 2 shtëpi të reja prej guri. Puna ishte e vështirë dhe e lodhshme, por ata e bën me gëzim, duke ditur se po ndërtonin diçka që do t'i mbronte për shumë vite. Gjatë punës, ata tregonin histori, këndonin këngë dhe ndanin përvojat e tyre. Beni mësoi të jetë më i durueshëm dhe më i përpikt në punën e tij. Gjoni mësoi rëndësinë e planifikimit dhe të mendimit për të ardhmen. Dhe Marku, i cili ishte gjithmonë i mençur, mësoi gëzimin e punës së përbashkët me vëllezërit e tij. Kur shtëpitë ishin gati, 3 vëllezërit organizuan një festë të madhe. Ata ftuan të gjithë kafshët e tjera nga krahina e lepujt, ketrat, zogjit dhe madje edhe disa ujq të mirë që jetonin në anën tjetër të pyllit. Nëna e tyre erdhi gjithashtu për të parë shtëpitë e reja të bijve të saj. Ajo ishte shumë krenare për atë që ata kishin arritur. Shihni sa bukur, tha ajo me lot gëzimi në sy. Jo vetëm që keni ndërtuar shtëpi të forta, por keni mësuar të punoni së bashku dhe të mbështetni njëri tjetrin. Kjo është më e rëndësishmja prej të gjitha. Festa zgjati 3 ditë e 3 net. Ishte plot me muzikë, vallëzim dhe ushqim të shijshëm. Të gjithë miqtë e tyre erdhi për të festuar dhe për të dëgjuar historinë e aventurës së tyre me ujkun. Nga ajo ditë e tutje, 3 vëllezërit jetuan në shtëpitë e tyre të forta prej guri. Ata vazhduan të punonin fort, por gjithashtu gjetën kohë për të luajtur dhe për të shijuar jetën. Beni u bë i famshëm në krahin për kopshtet e tij të bukura. Ai mbjelli lule dhe perime përreth shtëpisë së tij dhe i ndau ato me fqinjet e tij. Gjoni u bë një lexues i madh dhe një tregimtar i shkëlqyer. Ai mblodhi një bibliotekë të madhe librash dhe organizoi mbrëmje tregimesh për të gjithë kafshët e vogla të krahinës. Marku u bë një ndërtues i njohur. Ai ndihmoi shumë kafshë të tjera të ndërtonin shtëpi të forta dhe të sigurta, duke ndarë me ta njohuritë që kishte mësuar. Por më e rëndësishmja, 3 vëllezërit mbeten gjithmonë të afërt dhe të bashkuar. Çdo javë, ata takoheshin për darkë dhe ndanin me njëri tjetrin përvojat e tyre të reja. Dhe kështu, në atë krahin të bukur në buzë të pyllit, 3 vëllezërit jetuan një jetë të lumtur dhe të kënaqur, të mbrojtuar nga shtëpitë e tyre të forta dhe të rrethuar nga dashura e njëri tjetrit. Historia e tyre u bë një përrallë që prindërit tregonin fëmijëve të tyre për shumë breza. Dhe mësimi i kësaj përralle ishte i qartë. Puna e fortë, durimi dhe mençuria janë çelësat për një jetë të sigurt dhe të lumtur. Edhe sot e kësaj dite, thonë se nëse ecni në atë krahin të bukur, mund të shihni ende shtëpitë prej gurit të 3 vëllezërve, të forta dhe të bukura si ditën e parë kur u ndërtuan. Dhe nëse dëgjoni me kujdes, mund të dëgjoni zërin e erës që tregon historinë e 3 derkuçave të vegjël që mësuan rëndësinë e punës së fortë dhe të bashkëpunimit.